Do të flasim sot për kujdesin ndaj vetes, që është një ndër kujdeset më të rëndësishme dhe duhet I kushtojmë kohë absolutisht vetes, lëkurës, fytyrës, flokëve e shumë çka tjetër, jo vetëm për vajzat, por edhe për djemt. Do të flasim sot për një zonjë e cila ka mbi 15 vite që është në fushën e produkteve për kujdesin ndaj vetes. Është eksperte, profesioniste, e do të na tregojë si e sheh ajo këtë tematik. Afrodita Mataj, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë, faleminderit për emisionin. Jam shumë e lumtur që të kam në studio, 15 vite, një kohë shumë e gjatë në këtë fushën e produkteve të kujdesit për veten. Faleminderit për emisionin edhe I herë. Do më thonë, unë jam shumë krenare, sepse punoj me këtë kozmetik, punoj me Farmasin. Farmasia është një kompani, si besoj se mund të njohin gjithkush. Po, e vërtet. Kjo është kompani turke, që I përlohet në Turqi. Është doktor Tuna, si besoj se mund të njohin gjithkush, doktor Tuna është I njohur në krejt marrë botën. Produktet përdoren në krejt Evropën, si mund të përveç Belgjiket, do me thonë që mund të transmetojmë, se krejt Evropës e mbuloni. Po, e mbulojmë. Kështu që unë mund të flasë për kremë në atëherë, në radhë parë, se kremi është gjoja kryesore për mu. Përpara se të kalojmë tek kremrat, gjatë këtyre viteve, a ka qenë një fushë e vështirë për të punuar, për të ecur përpara, se 15 vite janë një jetë e tërë. Normal, dhe me thonë çdo gjë e ka atë vështirësinë e vet, Adel, se nuk janë gjithë klientat njësoj. E vërtet. Dikush mund thot jo, po se data skadencës, do me thonë, është data një kjo, është prodhimi, si më prodhu sot, edhe është pas hapjes, 3 vite pas hapjes ka skadencën. Edhe mund vi një klient, mund thojnë që jo zoj pse e ka datën këtë datë, adin se nuk ja din datën e skadencës, adin si funksionan. Edhe ka shumë vështirësina, adin se normale, krijon vështirësina të klientat e të gjanat, por ja kam dalë. Çfarë ka shtyrë t'ja dalësh, të qëndrosh në këtë fushë, pavarësisht vështirësive, klientëve të vështirë, edhe vështirësive të tregut, të ekonomisë pasherë, se Shqipëria ka kaluar edhe vite të vështira. Ashtë e vërtet, sepse njerëzit thojnë skemi, adin, për kafe kanë shumë. Adin, për vetën, do me thonë, kujdesen se ka zonja që të marrin kremnat, marrin shampo, marrin remela, marrin krem pudra që është një fantastike, ka tonet e syve e këta si janë perfekt, ka që I përdorin shumë. Por ama, do me thonë, ka dhe disa si nuk mund është t'ja mushesh me në farë në botë. Pra, në këto 15 vite ti ke pasur mundësi të shohësh zonjat, zonjushat, shkodrane. Si mendon ti, a është rritur ndërgjegjësimi se duhet të ketë kujdes ndaj vetes? Është rrit shumë. Dhe me thënë rrit shumë, ndaj kujdesit fytyrës, ndaj kujdesit flokëve, sepse kanë pas edhe rënje flokëve shumë. Po. Adel, pile para 3-4 ditë po më shkru të një zoj, edhe po më thote kam rënje flokëve, kam sheja, kam pjesën e zbokthit flokëve. Ku t'jo në dhoj gjana, shumë I thashe zoj, thashe, dhe si është puna? Na mund të trajtojmë një dhoj problemit flokëve, njëren, një të gjitha për herët, adel? Ose për shembull për zbokthin që ta reparojmë herë skrapin e kryqit më sanaj, të vazhdojmë të pjesë të tjera, adel? E drejt, pra ti marrim një nga një. Po ti marrim një nga një me rallë, dhe atëherë më thotë, jo, po, kja, jo, pa, jo, se kjo keratina, tashi, kjo është fantastike për flokun bjënd, edhe të lyrë. Po. Adel?
Kjo është një nga shampot besoj që mund t'i njohin krejt marë Evropë, sepse kjo është fantastik. Cilat janë përfitimet e kësaj shampoje, me që atë ke në dorë? Kjo është nga raja, deri nga maja flokut, kjo trajton komplet flokun, edhe pse është i lyrë flokun nuk e lën të dëmtohet. Kjo është një përfitim shumë i mirë. Ka dhe një ka një spray, dhe me thonë që aja është shumë i mirë, sepse e trajton flokun, e mbron edhe gjitha. Plus është voji, është sërumi, dhe me thonë, që sërumi është një diqa që as talen po deshe ta drejtësh flokun edhe të përdorësh mashën e çajankta si përdorin femrat normal. Aja është kundra djegjes, rritjes flokëve, trajtimin e majeve të flokëve, është ka shumë përfitime. Pra e disa nga problematika edhe që maska, dhe me thënë që do të përdoren gjitha bashkë. Mu janë dozuar... Janë si një linjë e plot. Është një linjë e plot. Unë kam disa zoja në lezhë, ata ma marrin... Deri në lezhë. Pa tjetër, lezhë, kuksi ma merë shumë këtë. Lezhë mu me merë ka 3-4 sete për heri. Po, sepse është pjesa e rrugës. Nuk e du, thot vetëm një, o i du gjitha setin, sepse do të përdor krejt plot. Se kam rara hati, thot me te, dhe jam super. Sa gjë e mirë është nëse përdorim të njëjtin set, pra edhe larsin, edhe maskën, edhe kremrat, edhe... Po, edhe ta trajtojmë edhe pjesën e rëmjes flokëve. Po. Atëherë, unë kam pas disa familjarë të mitë, si kanë shku të ro pjesë flokët. Edhe i kam trajtu se ka vajin, ka masken, ka dhe shampoja. Këta përdoren. Kjo shampoja do përdoret si gjithë shampat e tjera. Por do bëhet një 2-3 minuta masazh me këtë shampon, pastaj do të vehet... Do të vehet të maska mrapal, vetëm pjesëve poshtë, jo me prejk skrapin e flokët. Jo rënjës, po. Edhe vaji përdoret 2 herë në javë, do mahet 1 gjysmore para larjes, se nuk ta përmend atë. Edhe ai jep trajtimin e duhur të flokut, daljen e ri të flokut, rritjen e flokut, edhe ta plotëson atë pjesën e bështekut. Pra të gjitha ata që kanë problematika me pjesën e rënjes së flokëve, kjo është e sugjerueshme. Me çfarë përbërësish është? Kjo është me rozmarinë dhe huder. Janë 2 përbërës bimore. Janë bio. Janë bimore. Nuk ka asgjë kimikate pjesa e kompanisë turke. Sa rëndësi ka kjo pjesë që thua, pra që të gjithë ingredientët janë bimor dhe jo kimikate? Po, normal, se gjithë gjë që të hajmë bimore, është më rëndësishme se të hajmë diçka me kimikate, është rëndësishme. E vërtet. Kështu që edhe kjo pjesë, si për ftyren, si për flokun, për gjithë gjë është më mirë bimorja. E vërtet. Më falë. Nuk ka problem. Nëse flasim për pjesën e fytyrës, çfarë sugjeroni ju që përdoret, sidomos tani në periudhën e dimrit që edhe i ftohti sikur e acaron pak më tepër lëkurën? Atëherë, gjitha zonjave të Shkodrës edhe marë globin, si e thojnë, se në gjitha femra e na po. Unë do të kisha sugjeru pjesën e kjo vitamina C, kjo ka një linjë. Ka dhe kremrin, si është mbrojtës dielli. Është kjo vitamina që do përdoret para kremit diellit. Ashtë se përdoren me radhë, është fantastike, po. Unë e për veti këtë s'mon të alonë asnjëherë. Kjo një edhe kremin e diellit është fantastike. Pse? Kremi i diellit do sugjerohet si dimër si verë, sa është mbrojtës dielli në radhë parë, pastaj mbron e lëkurën për nçarje, për ftofje, për këta është fantastike. Edhe po pate probleme me shenjat e fytyrës, me gjona, kjo gradualisht kanë të eliminu çdo lloj problemi të fytyrës. Afrodita, sa dëm bëjmë kur e anashkalojmë kremin e diellit? Ajo bëhet shumë dëm, sepse krijohen rrulla,
Krijohen shumë probleme, do të thonë që kur e mbrën me kremin, kur nuk është ftyra sikur me krem, sikur pa krem. Sepse unë për vetes rri korpote atë. Pa një linjë kremit. Por kremi i diellit është kryesorja. Vitamina C plus na kena edhe një krem retinol. Retinoli është fantastike. Cilat janë përfitimet e retinolit? Përfitimet e retinolit për gjitha zonjat, si zonja, si vajza, si gra, është fantastike. Ajo mund ta përdorin çdo moshë. Nuk ka lidhje, ndaçë do ta flet. Patjetër. Atëherë kemi edhe, se po flasim për retinolin një herë. Po. M'fal. Dhe kur hapet fletora, pastaj sigurisht vin shumë ide në mendje çfarë të diskutojmë. A ka moshë kur duhet të nis përdorimi i retinolit? Për sotën une, faktikja, janë edhe këta linja tjera. Si janë gjitha... E tregojmë për kamera? Fal. Gjitha linja, do me thonë, janë fantastike. Të kremave, se çdo lloj kremi ka benefitet e veta. Patjetër. Por unë flas për retinolin, se retinolin unë fakt e kam përdorur. Pra dhe di të tregosh me detaje. Se cilat janë efektet e saj. Një sekund. Ta gjejmë pak, Te do flas edhe për këtë pjesën e kremit që është për problemet e... Patjetër. Atëherë. Ko kanë retinolin se... Gjinet ndonjëherë edhe vështirë. Nuk ka problem, Atëherë, është kë kremi i retinolit. Për kamerën këtu? Këto, Aty, është kremi i retinolit. Ka pjesën e serumit, ka kremin, ka krem natë edhe dite. Se është i ndarë në dy lloje, edhe për natën edhe për ditën. Thojnë zonjat, pse do përdoret kremi natës? Ne se dim se kremi natës është shumë më i rëndësishëm se i ditës. Pse? Se gjatë natës do lahet ftyra, do pastrohet mirë, normal se për gjitha kremnat e për gjitha produktet që do të përdorin, gjithmonë ajo si është marakije për veten, sa e dikush se lahet ftyrën. Kështu unë them, kremi natës do të përdoret, sepse ajo hap qelizat e ftyrës, hap poret, i hap gjitha, ma mirë se sapse kremi ditës. Sepse kremi ditës mund të përdorim, është normal se i ka benefitet e veta, por sa kremi natës jo. E kuptoj, pra duhet përdorim. Se gjatë natës pushon, dhe me thane, qelizat e vdekura, ajo i rinjallë. Se aja është një diçka që mundet me hek rullat. Andimon edhe në eliminimin e rullave. Anti-rulla është fantastike. është super. Plus, të me thanë, zbardhë, ka SPF 30. Për mua është një mrekulli. Edhe është vërtet një krem i mirë. Çfarë tjetër do doje të na tregoje për kremrat për kujdesin që duhet kemi ndaj lëkurës së fytyrës? Kemi shumë produkte këtu, se tash tim ti sugjerojnë gjitha. Si rëmelat janë fantastike, si janë... Nuk ke nevoj që të vesh qërpik... E ka sjell zonja këtu. Kjo është remeli që ka 2 ana. Është një remel me 2 ana që. Kjo është plus sa pak qërpik do kesh, ke nevoj se kjo është fantastik. Kjo është ana parë që do përdoret. Kjo është për gjatë rritin e gjatësis, se më faljes. Ska problem. Atëherë, kjo tjetra është për krehjen e rritjes gjatësis. Është remel me 2 ana. Është një remel fantastike. Ne kuptojmë. Askush, shumë për kush ta provoj, nuk e ndrojnë ma. Ja, absolutisht. E kuptoj. Nuk mund ta ndroj ma. E kuptoj. Këta produktet e farmasit, kush i ka përdor, është shumë e zorshme, do të thonë që ti lesh ma. Ti largosh ma. Unë kam plaka
që i merr këtë pjesën e shampos e thash, edhe merr ka 5-6 për herë. Për që nëse duse? Nana, më thirr, nana, të lutem më thirr, nana, mos më harra. Kështu që ajo është fantastike. Kam një nanë që e përshëndes shumë. Është mirë në fakt kur kemi klient besnik se të na ndihmojnë që atëherë të flasim edhe për kremin e pudrës. Po. Ky krem është shumë i mirë. Do me thënë, plus i ka dhe si përfëmrena. Po. Është një krem hidratus. Është për gjitha zonjat, kush e përdor, është fantastike. Unë faktike jam naturale, nuk përdor kremra pudra, përveç kremat tjerë. Po. Vitaminën C dhe kremnat e diellit ose retinoli. Po. Retinoli është fantastike për qefin tem. Këta pudrat janë super. I marrin, do me thënë, krejt njerëzit e mi, ata janë da shumë të kënaqur. Kush ja din, do me thënë, pudrës, jam të thënë që unë për veti s'lyhem kur me pudrë. Po kush ja din pudrës, a fantastike. Janë dhe kremna kremoz, përhapen shumë kollaj, e përthith ftyra dhe nuk e duket fare se e ke vun fytyrë. Kjo është e rëndësishme, në fakt. Absolut. Që të shkrihet mirë me lëkurën edhe... Nuk rrinë, më falni, si ata pudrat e 1.000 lekëshe, 2.000 lekëshe që janë edhe rrinë si pjesë gëlqyret e në fytyra. E kuptoj, po. Se besoj se mund të ketë një rëndësis që të prish fytyrën tane, kjo mund të bëjnë maksimumit e 2-13.000 lekëshe, ka mundësi që shkon edhe se ndrojnë shmimet normal, se çdo muaj shkojnë të ndrojnë shmimet. Dërë të 20.000 lekëshe, një pudër 20.000 lekëshe, se besoj se mund t'jetë shumë e shtrajtë, se qëko shja është një pjesë e kësaj... Për sytë, po. Falë, për kjo që është për sytë, shkon dërë të 30-40 eurëshe. Ne kuptoj. Këto një pudër 20.000 lekë... Pra çmimet janë ekonomike. 20.000, 13.000, se që tani është për momentin 14.000 lekë. Po. Pra, përveç garancisë në cilësi, është edhe ekonomike. Garancia është shumë e plotë, sepse janë çdo gjë, do me thonë që prollohen pas 3 vitesh hapje, masit hapen kanë datën e skadecës. Datën e tyre të skadecës. Pra është një kozgjatje Për 3 vite, përfundon se që mund bëhet. Përfundon shumë më shpejt, në fakt. Edhe një produkt tjetër desha të... Edhe këta produktet e BB-s, i përdorim shumë, edhe këta janë fantastike. Ashtë edhe ky prajmi, se unë e kam marrë për nusën teme. Sa mirë! Unë e kam nusën e jashtme, edhe du shumë e përshnes, shumë se e kam shpirë. Kja është një prajm, janë 2. Njënja është me shënëritje, edhe tjetëri nuk ka shënëritje, por do me thonë është si bazë. Baza para pudres. Është fantastike. Që duhet vendosë gjithmonë, në fakt. Duhet vendosë pavarësisht i sugjeroj edhe diçka tjetër, sepse kjo të përzihet me një pudër, çfarë do lloj pudre që tjetë, kjo janë e pa shkelqimin e bukur lëkurës. Pra, sikur tjetë natyrale, po. Unë u kisha sugjeruar që asnjë kush përdor pudra që mos tërheq pa. Pra para pudrës të të vendoset me njerë... Ose ta përzin bashkë me pudrën. E përzin bashkë, sepse del fantastike. E kuptoj. Edhe jep një efekt, një pamje klasike, fantastike. E kuptoj. Atëherë do të sugjeroj edhe një krem një të fundit, se jemi ngushtë me orari. Faleminderit. Atëherë, kam, më falë, edhe do gjana tjera sepse janë për pjesën e romatizmes. Ne kemi edhe ne në marrin shumë. Përdhimje kyçesh, përdhimje shpine, kolone, këta se më falë se po të zjas pak në orarin. Kemi me geshten të egrë edhe me spec. Janë dy element, fantastike. Kush i përdor, janë super. Janë diçka interesante. Janë interesante sepse njerëzit sot po vujnë gjithë me problemet. Po, edhe kur gjenden mundësit të desha gjendë edhe një krem. Për pjesën e shampave nuk e folme, por e folme thjesht për ranjën e flokëve. Kemi shumë disa. Kemi hiethen, si është kundra unyrës flokut. Kemi këta shampo tjera, si janë gjitha me sherbele, kemi me kamamile, kemi
me aloe vera, kamomil, janë gjitha të përzime bashk, janë për pjesë të për gjitha llojt e flokëve. Kjo është gjë e mirë, kjo është gjë e mirë që secila zonjë ka mundësi të gjejë veten me natyrën e flokëve të saj. Është vërtet. Atëherë kemi edhe një krem tjetër si hosa para dhe spaçaj. Atëherë kur e gjej nuk të del. Është edhe ky kremi Aqua. Po. Kjo është një perl, sidomos si për zonjat, si për vajzat e reja. Unë ma përdorin familjarët e mi, si kjo ka 3 vite që se hek. Po. Prej shtëpie, edhe e merr pa marru do tjetrin. Pa tjetër. Edhe kjo është krejtëset me larsin, ka kremin që do vehet para këtij, kremi kryesor që është ky, ka edhe një krem tjetër që më falë, si të gjej me detaje. Nuk është problem. Një sekund. Që? Edhe serumin. Po. Dhe me thanë, është larsi serumi, është kë kremi i zonave të pjesës syve, edhe kremi kryesor që është fantastik, perla është. Edhe nuk është se ka një çmim, wow, deri te 17.000 lekë që më të shkojë. Pra janë çmime ekonomike. Afrodita, më falenderoj jashtëzakonisht shumë për të gjitha këto informacione dhe gjithçka që servire sot. Të uroj shumë suksese në punën tënde. Ishte një kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën. Besoj se mund vi prapë përsëri. Patjetër, me kënaqësinë më të madhe, me ide në produkteve tjera, me patjetër mund vi sërish. Patjetër se po. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që kemi përcjellë një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.